Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastron tërësisht të zorrët, shpëtoni nga kapslloku dhe hemoroidet. Kjo është receta që bën mrekullin. Problemet me kapsllokun janë jo pak të përhapura, mirë po kjo recetë që ne do t'ju sjellim në këtë video do t'ju shpëtoj ju nga një ndër problemet më të sikletshme dhe do të pastroj tërësisht zorrët tuaja. Përbërësit që juve do t'ju duen janë një mollë, 2 lugë fara liri të shtypura para përdorimit, një lugë gjelle mjaltë dhe gjithashtu një gotë me ujë, ndonjëherë mund të përdorni dhe kefir. Procedura: lani mollën dhe më pas qërojeni. Nëse është e spërkatur, coptojeni atë dhe vendoseni në një blender. Nëse blenderi juaj është i fuqishëm, atëherë vendoseni të gjithë faren e lirit. Nëse jo, parabluajeni vetëm atë. Dhe më pas shtoni përbërësit e tjerë dhe përzieni të gjitha së bashku. Pijeni këtë çdo mëngjes me stomakun bosh. Në Shtetet e Bashkuara, pastrimi i zorrës së trashë u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e vethelmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe ushqimet të tjera mund të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe disa helmeve në trup. Këto toksina munden gjithashtu që të shkaktojnë në lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe energji të ulët. Kur ju vendosni të konsumoni perime dhe fruta, është thelbësore të zgjidhni ato të cilat janë të larta në fibra dhe të pasura në lëndë ushqyese. Mollët janë të larta në fibra të tretshme dhe ju ndihmojnë ju për të ndier më të ngopur dhe më gjatë. Ato do t'ju ndihmojnë që ju të pastroni zorrën tuaj të trashë. Sipas ekspertëve, ato gjithashtu përbëhen nga fibra të cilat do t'ju ndihmojnë ju të eliminoni të gjitha problemet e lidhura me kapsllokun. Sipas ekspertëve, farat e lirit janë të mira edhe për pastrimin e zorrës së trashë. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra të cilat përmirësojnë edhe thithjen e ushqyesve nga zorrët. Farat e lirit do t'ju ndihmojnë ju që të zvogëloni rrezikun e zorrës së trashë, si edhe të mbroni zemrën nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Ja receta e mrekullueshme që do t'ju mundësoj pastrim efektiv të zorrës së trashë nga të gjitha toksinat. Përbërësit janë një mollë, një lugë mjaltë dhe një lugë çaj fara chia, një lugë çaj fara liri, ujë një filxhan. Metoda e përgatitjes: së pari, përzieni që të gjithë përbërësit së bashku përveç farave chia. Pastaj vendosni përzierje në një gotë dhe hidhni farat. Përzieni dhe pijeni. Kur hani ushqime të pasura me fibra të tilla si për shembull molla, është e rëndësishme që ju të pini shumë ujë. Duhet të keni pak vëmendje që nëse ndonjë nga përbërësit ju shkakton reaksion, të mos e përdorni këtë recetë. A vuani rregullisht nga konstipacioni ose nga lëvizjet e parregullta të zorrëve? Studimi sugjeron se 15% e amerikanëve janë të prekur nga kapslloku kronik. Sëmundje të tilla tretëse çojnë në ndërtimin e mbeturinave në muret e zorrës së trashë. Zorra e trashë kryen shumë funksione thelbësore, nuk ndihmon vetëm në eliminimin e jashtëqitjes, por gjithashtu nxjerr krip dhe ujë nga mbeturinat para se ta ekskretoni, ruan gjithashtu pH-in dhe lufton kundër baktereve të dëmshme. Mos funksionimi i zorrës së trashë mundet gjithashtu që të shkaktojë implikime serioze shëndetësore siç janë alergjitë e lëkurës, gurët e tëmthit, sëmundjet e zemrës e të tjerë. Shumë prej tyre kanë zbuluar që kryerja një pastrimi të zorrës së trashë është sigurisht një parandalues i lehtë për të shmangur problemet në zorrën e trashë në të ardhmen. Ndërkohë, këtu ne do t'ju prezantojmë recetat e lehta dhe të shpejta në kushte shtëpie të cilat juve do t'ju vinë në ndihmë për të pastruar
zorrën e trash. Perimet jeshile, zarzavatet, pagjethe, spinaqi, gjithashtu kale, lakra e Brukselit, asparagu, zarzavatet, lekset janë të gjitha të pasura me klorofil, të cilat ndihmojnë në pastrimin e traktit të zorrëve dhe si rezultat qetëson gjithashtu zorrën tuaj të trash. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe në mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Ndërkohë, mund t'i zim perimet, mund t'i shtojmë në supa ose t'i skuqim me pak salcë, me pak gjalp ose me pak vaj ulliri. Xhenxhefil. Xhenxhefili ka veti antiseptike të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të rregulluar tretjen. Mund të shtohet në çdo lëng ose mund edhe të hahet direkt. Shtoni një lugë çaj lëng xhenxhefili dhe mjalti, përzjeni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mund të konsumohet të paktën 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni edhe një smoothie me këtë përgatitje. Do t'ju duhet një lugë xhenxhefil, një mollë, një filxhan spinaq dhe një karrotë. Përzjeni të gjithë përbërësit me një gotë ujë dhe kështu smoothie juaj do të jetë gati. Pijeni atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e dur edhe të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur mollë dhe limon. Mollët dhe limonët janë të pasur gjithashtu me lëndë ushqyese, duke përmirësuar veprimin e tretjes siç janë vitamina C, A, antioksidant dhe gjithashtu fibra. Ju mund të bëni edhe lëngje të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe një lugë çaj lëng xhenxhefili. Përzjeni në një gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trash dhe për të inkurajuar gjithashtu tretjen e duhur. Uthull molle. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e mbeturinave nga trupi ynë duke ruajtur bakteret e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trash dhe për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzjeni uthull molle të papërpunuar dhe mjalt në sasi të barabarta 2 lugë. Përzjeni në një gotë ujë dhe pijeni një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe shumë përfitime të tjera, siç është për shembull parandalimi i diabetit dhe ulja e kolesterolit të keq. Ushqime të pasura gjithashtu me fibra. Fibra është shkëlqyer për mirëmbajtjen e shëndetshme të zorrëve dhe pastrimin e zorrës së trash duke eliminuar mbeturinat jashtë trupit ton. Ju mund të përfshini kokra të tilla si për shembull fasule, thjerza, quinoa, bollgur ose perime si bizele, filizat e Brukselit të cilat janë të pasura njëkohësisht me fibra. Mjedrat, mango, fiku dhe gjithashtu arrori ndihmojnë në ushqimin e zorrës tuaj të trash. Krip, deti dhe uji. Uji luan një rol tepër të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit ton. Kur zorra e hollë është e dehidratuar, është e lehtë që toksinat të rrinë brenda dhe të formojnë një lloj grumbullimi. Ju duhet që të konsumoni të paktën 2 deri në 2.5 litra ujë çdo ditë për të siguruar funksionim optimal të zorrës tuaj të trash. Shtoni një lugë çaj kripdeti në gjysmë litër ujë dhe pijeni para mëngjesit, para se të hani ndonjë gjë tjetër. Pirja e përzierjes inkurajon lëvizjen e zorrëve dhe përmirëson gjithashtu shëndetin e tretjes. Faraçia dhe liri. Të dy këto fara janë ushqime të pasura me shumë fibra. Hidhni një lugë gjelle faraçia në një gotë me ujë për 5 deri në 10 minuta dhe më pas konsumojeni këtë përzierje 4 herë në ditë për rreth 4 javë për të pastruar traktin e zorrëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim
të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.